Përgjigje ndaj akuzave të Osmanit për takimet prapadyerve të mbyllura me Vučićin nuk pati. Pavarësisht insistimit të gazetarëve, kryeministri në detyrë Albin Kurti nuk e tha asnjë fjalë rreth deklaratës së bashkëpunëtores së tij të dikurshme. Deklarimin kundër Kurtit, Osmani e bëri në një tube me qytetarët në një nga lagjet e Prishtinës. Mirë po këto deklarata të Osmanit po i kritikon profesori Mazlum Baraliu, i cili thotë se ish-presidentja do të duhej të fliste për këto tema sa ishte në krye të shtetit. Nëse ka pas diçka aty të dyshimt në relacionet mes tyre ose në veprimet e njerit apo tjetrit, këtë rast të kryeministrit, siç thotë ajo, siç pretendon, ndoshta është me kohë dhe gjatë gjithë kohës së mandatit saj dhe jo tani kur i duhet për fushata politike. E këto sulme, sipas Baraliut, më shumë ndikojnë në vetë reputacionin e kandidatës për presidente nga LDK-ja. Është diçka që tregon për mos konsekuencën e saj dhe që mendoj unë në mënyrë degraduese ndikon në reputacionin e saj, pra në rënien e reputacionit saj dhe në humbjen e besueshmërisë. Jo të duhur akuzën që Osmani ja bëri Kurtit për takimet në Bruksel, po i sheh edhe njohësi çështjeve politike Afrim Kasolli. Qka, sikur Vjosa Osmanit ishte vazhduar mandati i dytë presidencial nga lëvizjave të vendosje, qytetarët e Kosovës do të kishin mbetur përsëri, po e them tash metaforikisht, në terr informativ sa i përket këtyre takimeve të dëmshme për të ardhmen e Kosovës që ka ndodhur ndërmjet kryeministrit të Kosovës dhe presidentit Aleksandar Vučić. Prandaj ai pret që LDK-ja të distancohet nga këto qëndrime të Osmanit. Lidhja Demokratike e Kosovës po të ishte një parti serioze në atë siç deklaron dhe siç vazhdimisht insiston, Vjosa Osmani do shkarkohej si barë e listës nëse është e mundur kjo, nëse është e mundur proceduralisht, dhe e njëjta do të marginalizohej si prise e fushatës sepse ka fshehur interesa, ka fshehur takime që i kanë cënuar interesat kombëtare vetëm për hir të mbijetesës në pushtet. Vjosa Osmani ditë më parë madje kishte akuzuar Kurtin se ai ka përmendur mundësinë që për kampin amerikan në Ferizaj, Bond Still, të kërkohet pagesë qiraje.